Më mirë t'i marrësh para borxh një familjari apo një miku të afërm se sa të trokazësh në dyert e bankave. Kështu të paktën tregon vërtetimi i fundit nga Banka e Shqipërisë në gjysmën e parë të vitit, ku 39% e qytetarëve që janë pyetur kanë pohuar se kanë borxhe tek të afërmit e tyre. Kjo shënon një rritje në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, edhe pse vetë qytetarët shprehen se në disa raste është më mirë të marrësh kredi në bankë. Banka që ato që banka për shembull mund të marrësh edhe ti pagush avash nga pak. Banka është më mirë, Po marrësh borxh të afërmit 2000 euro, shlyhesh 2000 euro, bankës i shlyhesh 3000. Më mirë me bankën edhe jo me të afërt. Që ti marrësh borxh motrës dhe vllajt tënd, ushqyerit, mikut që punon në diasporë, është krim. Megjithatë, ata na mbështesin. Nga ana tjetër, vërtetimi tregon se në 47% e rasteve të raportuara, huamarrja familjeve rezulton në formën e kredisë nga institucione financiare, duke rënë me 5% në krahasim me janar-gushtin e vitit të kaluar. Besoj që ky fenomen ka dy aspekte dhe lidhet me dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. Spari ka të bëjë me një lloj diskrecioni që kanë bankat me klientët e tyre dhe një lloj mungese besimi që kanë klientët ndaj bankave për shkak se ato kanë luhatje për sa i përket interesave, përqindjeve dhe këto nuk janë gjithmonë të qarta për qytetarin dhe kjo bën që qytetari të stepet duke i ditur që marrëdhëniet me bankën kanë dhe reperkusionet, kanë dhe ato penalitetet e veta nëse nuk i shlyen kredin që merr në momentin dhe kohën e caktuar. Pjesa më e madhe e borxhit që kanë shqiptarët në institucionet bankare apo tek të afërmit e tyre shkojnë për konsum duke zënë 33% të qëllimit të përdorimit të huas.